Çmimi i gazit natyror në bursat botërore po rritet pas sulmeve të Izraelit mbi infrastrukturën energjetike të lidhur me Iranin, pas të cilave pasuan edhe reagime hakmarrëse të Teheranit në rajon. Kjo drejt për drejt do të përkthehet edhe në çmimin e energjisë elektrike, paralajmëron profesori universitar në Fakultetin Teknik në Manastir Dejan Trajkovski. Arsyeja për këtë lidhje, korrelacion mes këtyre dy energjentëve, është mënyra se si formohet çmimi i rrymës në tregjet europiane. Sistemi funksionon sipas të ashtuquajturës merit list, ku të gjitha burrimet renditen sipas çmimit, nga më të lirat si dielli dhe era deri më të shtrenjtat si qymyri dhe gazi. Iako ne големи od dел на енергията може да потекне от ефтини обновливи извори, финалната цена сепак ќе биде диктирана од последниот, односно маргиналниот мегават час, кој е неопходно да се задоволи побарувачката во мрежата. Бидејќи гасните централи се најфлексибилни во системот и можат брзо да се вклучат, токму тие се оние што ќе исчистат последната понуда на пазарот во моменти на висока побарувачка. И така се воспоставува цената на расчистување. За жал, значи, највисоката цена e neminovnost. Kjo do të thotë se kemi një situatë paradoksale, ku pjesa më e madhe e energjisë mund të vijë nga burime të lira, por çmimin përfundimtar e përcakton më i shtrejti, pra gazi. Prandaj Bashkimi Evropian paralajmëron masa me të cilat synon të ulë çmimin e energjisë elektrike. Sipas kryetares së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, paketa përfshin 4 masa. Меѓутоа, на долг рок, единствениот начин да се неутрализира овој механизам на ценовни шокови на гасот е преку стратешко проширување на капацитетите за обновлива енергија до ниво кое целосно ќе задоволи побарувачката, со што фосилните горива би го изгубиле статусот на маргинален фактор, кој ќе диктира пазарната цена. И не помалку важно, постигнувањето на оваа енергетска независност бара и големи инвестиции во системи за складирање на енергијата, како реверзибилни хидроцентрали и батерии, кои ќе одржуваат мрежата стабилна дури и кога нема сонце или ветër. Sipas Trajkovskit, në periudhën e ardhshme, në afat të shkurtër mund të kemi lehtësim rreth çmimit të energjisë elektrike. Thjesht kemi fat që po hym në pranverë dhe kërkesa do të bjerë dhe nuk do të ketë nevojë për aq shumë centrale me gaz. Por në afat të gjatë, zgjidhja është krejtësisht ndryshe. Kjo do të thotë se duhet të investohet në Çebren. Përndryshe, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë paralajmëron për krizën energjetike dhe për këtë arsye rekomandon kursim dhe përshtatje të konsumit, përfshirë edhe punën nga shtëpia aty ku është e mundur.